Ndërkohë në kuvend sot në rendin e ditës është pikërisht votimi i projekt buxhetit, paketës fiskale dhe paqes fiskale. Ndërsa janë edhe disa çështje të tjera që do t'i diskutojmë tani në lidhje direkte me gazetarin Muhamet Veliu. Muhamet, kur pritet votohet ligji i buxhetit, taksave dhe paketa fiskale dhe a ka ndonjë reagim në lidhje me kritikat që sapo ka bërë dhoma amerikane e tregtisë? Genta, mbetet e paparashikuar koha se kur Parlamenti i Shqipërisë do të nisë diskutimet për projekt buxheti nën për nën, po ashtu edhe për paqen fiskale. Megjithatë, një gjë është e sigurt, priten diskutime të gjata mbi 7 orë për projekt buxhetin, pasi janë paralajmëruar amendamente nga deputetët e opozitës, po ashtu edhe nga shumica socialiste. Për sa i përket paqes fiskale, ne sapo dëgjuam një kronik me nota 8 kritike që vinte nga dhoma amerikane e tregtisë. Të tilla kritika nuk kanë munguar edhe jashtë ambienteve të Kuvendit të Shqipërisë. Ishte deputetja demokrate Jorita Tabaku, e cila pak përpara se të niste kjo seancë plenare në një deklaratë për median, tha se ajo kishte qenë në Bruksel dhe nga takimet i kishte patur me Komisionin Evropian kishte mësuar se edhe Komisioni ka shprehur shqetësim, madje me shkrim ja ka dërguar vërejtjet qeverisë shqiptare, pra Ministrisë së Financave, e cila është duke udhëhequr procesin e amnistisë fiskale. Sipas Jorita Tabakut, amnistia fiskale do të shërbejë më së shumti bizneseve të përqendruar në fushën e ndërtimit, për cilat dihet dhe ka fakte dhe prova se janë përfshirë në pastrim parash. Për të minimizuar efektet e asaj çfarë propozohet në ligjin për paqen fiskale, Jorita Tabaku tha se ajo do të shtronte për diskutim disa amendamente për ta minimizuar pikërisht atë çfarë shumica socialiste kërkon të çojë përpara për paqen fiskale. E qartë, ndërkaq që Muhamet gjatë seancës së paradites ka pasur shumë debate në lidhje me avokatin e popullit, deri dhe ofendime. Çfarë ndodhi konkretisht? Absolutisht, po Genta, palët janë ndarë për këtë çështje në 2 kampe. Partia Demokratike ngulmon se duhet të tërhiqet nga rendi i ditës pikërisht pika 18, e cila parashikon votimin sot të 6 kandidaturave për avokatin e popullit. Megjithatë, nga ajo se çfarë ndodhi në Parlamentin e Shqipërisë, do doja të citoja Tauland Ballën, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili tha: ne do ta votojmë sot avokatin e popullit nga kandidaturat që keni sjell ju. Në mungesë të gazmen të bardhit, i cili ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, grupin parlamentar demokrat po udhëheq Belin Këlliçi, i cili deklaroi: ne jemi tërhequr nga firmat dhe ju kemi njoftuar zyrtarisht. Është përfshirë në këtë debat edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se shumica socialiste është e keqja e kombit. Është prodhuar një ofendim nga vendi kur po fliste Tauland Balla dhe ka qenë Flamur Noka ai i cili e ka ofenduar Ballën kur tha se ju jeni një ignorant. Tauland Balla ka kërkuar nxjerrjen e tij nga salla dhe është ndërprer seanca. Për më shumë ndjekim debatet pak më herët në Parlamentin e Shqipërisë. Në listën e kandidaturave janë 26 kandidatura, por sigurisht aty ndodhet dhe lepuri i Surrelit, në këtë rast Endri Shabani, i cili sot po plotson dhe po çon deri në fund skenarin e kësaj mazhorance. Partia Demokratike nuk merr pjesë fare në këtë farsë, për sa kohë nuk tërhiqni emrin e Endri Shabanit nga lista e propozimeve. Kandidaturat zyrtare të Partisë Demokratike në zbatim dhe të vendimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Me qenë se duhej pa tjetër që ai që zoti Këlliçi e quajti lepuri i Surrelit, kishte marrë firma dhe tani përmbysni vendimin. Përmbysni vendimin e Komisionit Ligjeve. Vendimin tuaj. Shkelmorimi veten tuaj. Vetëm e vetëm që
që të grabisni avokatë e popullit. T'ju them të drejtën, mua më vjen keq që ju talleni me një të persekutuar politik si Besim Drejgjoni. Keni vite me radhë që e gënjeni, sepse të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Por me qenë se unë jam 81, thot njëri, hajtë se po bëjmë dhe këtë 77. Por nuk bëhet dot. Nuk të le ligji. Ju talleni me Adriana Kalam. Po ti s'merr vesh ka ligjet, po do ta shpjegoj unë. Po, patjetër. Ky zotëria duhet dali për jashtë. Unë e ndërpres fjalën derisa nxirrni për jashtë zotrin. Faleminderit. Nxirre për jashtë atë zoti kryetar. Ne morëm një vendim politik. Asnjë nga deputetët, 83 deputet Partisë Socialiste, nuk firmosën sepse nuk kishim ne të drejtën ta propozonin. Kandidatët erdhën të gjithë si propozimi juaj. Por është amullia, është mungesa e leadershipit, është mungesa e ndjesisë fitores, është mungesa e ndjesisë bërit shtet, është arroganca që doni të krijoni, është edhe kjo që thoni sot, jo ne mendojmë ndryshe, s'ka ndryshe.